Sumru largohet e tronditur nga vendi ku qëlloi Halilin dhe bashkë me një ajetin, nisen menjëherë drejt stacionit të policisë. Gjatë rrugës, Sumru është e vendosur të tregojë të vërtetën dhe të marrë përgjegjësinë për veprimet e saj. Sapo mbërrin, ajo i rrëfen policisë gjithë ngjarjen dhe shpreh dëshirën të vuajë dënimin për atë që ka bërë. Megjithatë, një ajet e shqetësuar për fatin e saj këmbgul, duke thënë se ishte ajo që e kishte qelluar Halilin, duke u përpjekur të mbrojë Sumrun me çdo kusht, edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikojë veten e saj. Nuhu dhe Tasini, të shqetësuar për zhdukjen e Sumrus dhe pas një lajm prej saj, kthehen nga konja me zemrën plot ankth. Gjatë rrugës, Nuhu nuk mund ta fsheh fajin që ndjen, ai akuzon veten për gjithçka që po ndodh, duke menduar se veprimet dhe sjelljet e nënës së tij janë pasojë e zhgënjimit dhe dhimbjes që ai veti ka shkaktuar. Melek e telefonon Sumrun, e shqetësuar për mungesën e saj dhe dëshiron të di se ku ndodhet. Me zë të lodhur dhe të dridhur, Sumru i rrëfen se ndodhet në stacionin e policisë, sepse ka vrarë pikërisht babain e saj Halilin. E befastuar dhe të tmerruar nga ajo që dëgjon, Melek mbetet pa fjalë. Pas bisedës me Sumrun, Melek mbetet e shokuar dhe e tronditur nga ajo që sapo ka mësuar. Me duart që i dridhen, ajo telefonon menjëherë Xhianin për t'i treguar mbi ngjarjen tragjike dhe për t'i kërkuar ndihmë që të shkojnë bashkë tek Sumru. Por papritur, në anën tjetër të telefonit, dëgjon zërin e Perihanit, gjë që e trondit edhe më shumë. Prania e saj pranë Xhianit e shqetëson Melekun thellësisht, duke i shtuar pasiguri dhe dhimbjen në një moment tashmë të mbushur me ankth dhe tronditje. Sumru, e shoqëruar nga policia, shkon në vendin e ngjarjes për të treguar se ku kishte ndodhur përplasja me Halilin. Megjithatë, sapo mbërrin, policët mbeten të habitur, aty nuk gjendet as trupi i Halilit dhe as ndonjë gjurmë plumbi apo gëzhoj arme, ndërsa po përpiqen të kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Një nga policët merr njoftimin se Halil është në fakt një person i shpallur në kërkim nga policia dhe se më shumë gjasa është larguar për të humbur gjurmët. Në atë moment, Sumru mbetet e shtangur. Sumru ndodhet para stacionit të policisë bashkë me të gjithë familjen e saj. Të gjithë përpiqen ta mbështesin dhe t'i japin kuraj për situatën e vështirë që po kalon, duke treguar se nuk është vetëm. Në atë moment, Nuhu afrohet dhe i përlotur i kërkon falje nënës së tij për të gjitha gabimet dhe dhimbjet që i ka shkaktuar, por ndërsa flet, gjendja e tij përkeqësohet papritur, ai zbardhet në fytyrë dhe humbet ndjenjat. Të gjithë tronditen dhe nisen të thërrasin për ndihmë. Pak qaste më vonë mbërrin ambulanca që e merr Nuhun me urgjencë, ndërsa familja e shikon me ankth dhe frikë, pa ditur çfarë do të ndodhë më tej. Në vilën e Shansalanëve, mbërrin përmbarimi, duke shkaktuar tension dhe hutim. Zyrtarët i shpjegojnë Hikmetit se duhet të largohet menjëherë nga shtëpia, pasi Sameti e ka vendosur banesën si garanci për një shumë të madhe parash që nuk është shlyer. Hikmet mbetet e tronditur, e pa aftë të besojë se vëllai i saj e ka tradhtuar besimin e familjes në këtë mënyrë. Ndërsa përmbaruesit fillojnë procedurat, ajo ndjen dhimbje duke e kuptuar se tashmë po humbet shtëpinë ku kishte kaluar gjithë jetën. Pas kësaj, Hikmet futet në dhomë dhe fillon të shfryejë inatin mbi sendet e saj personale, duke i përmbysur dhe mallkuar emrin e Sametit për tradhtinë që i ka shkaktuar. Halil afrohet me kujdes dhe përpiqet ta qetësojë, duke mbledhur sendet e saj dhe duke e ndihmuar të dalë nga dhoma. Së bashku përgatiten të largohen nga banesa. E tronditur Sumru dhe Melek i kërkojnë Nuhut që t'u tregojë se çfarë ka ndodhur me shëndetin e tij dhe për problemin serioz që po përballet. Nuhu përpiqet të qëndrojë i fortë dhe të minimizojë situatën, duke thënë se ka kohë që nuk ushqehet mirë dhe se nuk është diçka serioze. Por Sevilai ndërhyn para tyre dhe zbulon të vërtetën. Nuhu ka një tumor në tru, duke lënë të gjithë të tronditur dhe të shqetësuar nga rreziku serioz për jetën e tij. Melek dhe Sumru shpërthejnë në lot, të përfshira nga dhimbja dhe shqetësimi për Nuhun, ndërsa mendimi se ai po përballet me një sëmundje kaq të rrezikshme u ngulfat zemrat dhe vështirëson përballimin e situatës. Lotët e tyre shprehin frikën, trishtimin dhe dashurinë që ndjejnë për të, duke bërë momentin të ndjeshëm dhe emocionalisht të rënd për të gjithë. Me lot në sy, Melek i kujton Sevilait të gjitha momentet e bukura të fëmijërisë që kishte kaluar së bashku me Nuhun. Ajo rrëfen se Nuhu ka qenë gjithmonë një fëmijë i fortë dhe se nuk mund ta besonte se tani po përballej me një situatë kaq të vështirë. Sevilai e ngushëllon dhe i jep kurajo, duke thënë se Nuhu do të shërohet dhe së shpejti do të përjetojnë.
sërish momente të lumtura së bashku, duke e mbajtur shpresën gjallë mes dhimbjes dhe frikës. Nga ana tjetër, e pikëlluar dhe e lënduar nga situata e vështirë shëndetësore që po kaloni biri, Sumru e fajson veten për mënyrën se si ka vepruar më parë, duke menduar se nuk e ka përkrahur si duhet dhe se nuk i ka falur gabimet e tij. Nga ana tjetër, një jetë qëndron meqet dhe beson fuqishëm se nipi i saj është i fortë dhe do të kalojë këtë sfidë shëndetësore me sukses, duke i dhënë kurajo dhe shpresë të gjithëve që janë të shqetësuar për fatin e tij. Harika i shpreh Satit se të gjithë njerëzit e tyre të dashur po ju largohen për shkak të arrogancës dhe sjelljes së tyre. Ajo i kërkon që të ndryshojnë qëndrimin dhe t'i përmirësojnë marrëdhëniet, duke nisur fillimisht me Melekun dhe Nuhun, pasi ata janë vëllai dhe motra e tyre dhe nuk kanë asnjë faj në të gjithë historinë dhe konfliktet që kanë ndodhur. Me lot në sy, një ajet i tregon Harikës gjendjen serioze shëndetësore të Nuhut. Ajo i rrëfen se ai po përballet me një problem të rënd, duke lënë Harikën të tronditur dhe të shqetësuar për fatin e tij. Halil pranon të strehojë Hikmetin në banesën e tij, por kur Hikmeti kërkon të bëjë një kafe për te, ai i përgjigjet me arrogancë dhe ftohtësi, duke i thënë se tashmë nuk ka më shërbëtor që t'i shërbejnë. Duke parë sjelljen e ashpër dhe egoiste të Halilit, Hikmet mbetet e vendosur dhe fillon të mendojë planet për të përfituar, duke i vënë syrin valixhes me para që ndodhet pranë tij. Bejamini rastësisht sheh një foto të një ekspozite turistësh ku vëren Xhananin duke drekuar me Halilin. I nervozuar dhe i tronditur nga ajo që sheh, ai nuk u mbet kohë dhe niset menjëherë në rrugë për në shtëpi, duke menduar për pasojat e mundshme dhe duke ndjerë një përzierje zemërimi dhe shqetësimi. Esma kritikon ashpër Esatin, duke e pyetur me habi dhe zemërim se si është e mundur që të jetë kaq i pandjeshëm, edhe përballë situatës së vështirë që po kalon Nuhu. Ajo tregon se mungesa e empatisë dhe indiferenca e tij janë të papranueshme, duke detyruar Esatin të përballet me pasojat e sjelljeve të tij. Duke dëgjuar kritikat e Esmas, Esati vendos të telefonojë Harikën, e cila ndodhet në spital, për të mësuar mbi gjendjen shëndetësore të Nuhut. Nga zëri i tij, kuptohet se ai ndjen dhimbje dhe shqetësim të madh për të vëllain, dhe kjo ndjesi prek të gjithë anëtarët e familjes që e dëgjojnë. Ata e kuptojnë se situata është serioze dhe se Esati, pavarësisht forcës së jashtme, po vuan për fatin e Nuhut. Duke dëgjuar se sa i prekur emocionalisht ishte Esati për Nuhun, Esma telefonon Xhihanin dhe i kërkon atij të krijojë një mundësi që Esati të shkojë në spital për ta vizituar Nuhun. Xhihani megjithatë dyshon se Esma po ndikohet nga presioni emocional i Esatit dhe nuk është e sigurt në sinqeritetin e kërkesës së saj. Por Esma e siguron Xhihanin me bindjet se pa dilema, Esati është vërtet i prekur dhe dëshiron sinqerisht të qëndrojë pranë Nuhut në këtë moment të vështirë. Bejamin shkon dhe i kërkon llogari Xhananit, duke e pyetur se çfarë pune ka me Halilin dhe duke i shprehur zhgënjimin e thellë ndaj saj. Xhanani e qetëson dhe i thot ta fal, duke shprehur se nuk ka qenë në dieni që Halili ishte babai i binjakëve, por në atë moment vjen edhe Tyrkan, e cila i rrëfen Xhananit se Bejamin e kishte tradhtuar atë më parë me te. Kjo çon në një situatë të pakëndshme dhe tensioni rritet, të tre fillojnë të ofendojnë njëri tjetrin, duke i humbur kontrollin mbi emocionet dhe duke krijuar një debat të ashpër dhe të tensionuar mes tyre. Bejamini kërkon Tyrkanit të largohet menjëherë, duke i thënë se në të kundërt do ta bëjë të pendohet për gjithçka, por Tyrkan nuk dorëzohet. Ajo e kërcënon Bejaminin se do t'i tregojë Xhananit për marrëdhënien e fshehtë mes tyre. Xhanani e shqetësuar dhe e tronditur telefonon Halilin, por edhe përfaqësuesin e bankës. Megjithatë, telefonat e tyre rezultojnë të fikur. Në atë moment, Xhanani kupton me tmerr se është mashtruar dhe vjedhur nga të dy, duke kuptuar se i gjithë besimi dhe paratë e saj kanë rënë në duar të gabuara. Në spital ndodh një situatë emocionale dhe prekse. Esati, i prekur thellë nga gjendja shëndetësore e Nuhut dhe i mbushur me shpresë se ai do të kalojë me sukses provën, fillon të kërkojë falje nga nëna dhe vëllezërit e tij për sjelljen e ashpër që kishte treguar më parë ndaj tyre. Momenti bëhet edhe më prekës kur Esati, duke dëshmuar angazhimin dhe dashurinë e tij për Nuhun, dhuron gjak për të, duke treguar gatishmëri për ta mbështetur në çdo mënyrë të mundshme. Melek e falenderon Esatin me emocion për ndihmën që i dha Nuhut duke dhuruar gjak. Në atë moment prekës,
Esati me lekë dhe harika përqafohen për herë të parë me njëri tjetrin, duke ndjerë ngrohtësinë dhe lidhjen e fortë familjare. Tasini vendos të bëjë edhe një përpjekje tjetër që Sumru ta falë. Me lot në sy ai rrëfen se dashuria që ndjen për të do ta marrë me vete edhe kur të vdes dhe se pavarësisht gjithçkaje, ajo ka qenë gjithmonë pjesa më e rëndësishme e jetës së tij. I prekur nga fjalët e sinqerta të Tasinit dhe duke parë dhimbje në sytë e tij, Sumru zbutet dhe vendos ta falë, duke lënë pas krenarin dhe plagët e së shkuarës. Duke përfituar nga fakti që Halil po fle, Hikmeti merr valixhen me para dhe përpiqet të largohet fshehurazi nga vendi, por në një moment ajo zbulohet papritur nga Halil, i cili e kap në tentativën e saj, duke e tronditur dhe duke e penguar largimin e saj të planifikuar. Esati kërkon Esmas që të kalojnë natën së bashku, por ajo e refuzon prerë. Ajo i shpjegon se është e vendosur të divorcohet nga ai. Pavarësisht ndihmës që i dha Esatit për të shkuar të vizitojnë Nuhun, Esati nga ana tjetër kishte menduar se gjestet e saj bujare do të tregonin falje dhe do ta bënin Esman të ndryshonte mendim, por tani përballet me refuzimin e prerë dhe vendosmërinë e saj për të ndarë rrugët.